Partia opozitare maqedonase LSDM ende nuk e ka vendosur sa do ta mbështesë propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s Oliver Spasovski gjatë emisionit Impact deklaroi se propozim ligji tani momentalisht është në procedurë parlamentare dhe të hënën do të mbahet debat publik dhe pasi t'i dëgjojnë argumentet do të ndërtojnë një qendrim për këtë çështje. Çka është për mua më rëndësishme? Për mua nuk është rëndësishme nëse ligji do të miratot me badenter të vogël apo të madh. Për mua është shumë e rëndësishme se cili është thelbi i zgjidhjes ligjore. Dhe kjo zgjidhje ligjore do t'i arsyetoj pritjet e qytetarëve apo të qytetarëve që nuk janë shumicë në Maqedoni, dhe ato janë çështje të kyçe. Në ato pozita ne duhet të ndërtojmë pozicionin ton. Flas si parti në lidhje me mbështetjen apo mos mbështetjen e zgjidhjes ligjore. Ndërkaq duke folur për procesin eurointegrues të vendit, Spasovski tha se qendrimet e VMRO-DPM-s sa i përket ndryshimeve kushtetuese dhe çështjes së integrimeve janë të paargumentuara. Megjithatë, ai tha se kjo nuk është çështje vetëm e VMRO-DPM-s apo qendrimi i qeverisë, por kjo është një çështje e gjithë qytetarëve, që do të thotë se edhe VMRO-DPM-s edhe e Vlenit edhe e Znamit. Asnjëra nga këto tre partitë nuk mund të amnistohet nga ajo se çfarë ndërmarrin si politika shtetërore. Nuk mundet që njëri nga partnerët të jetë jashtëzakonisht i interesuar për eurointegrime dhe të tjerët të mos e zbatojnë atë, ndërsa qeveria të funksionojë shumë mirë. Për këtë them se gjithçka që ndërmerret duhet të ndërmerret para së gjithashtu duke mbrojtur interesat nacionale të shtetit dhe ndërtimin e një ardhmërie për qytetarët tanë. Ai më tej tha se qeveria duhet të ndërmerrë përgjegjësi pasi në zgjedhjet e kaluara parlamentare fitoi mbështetjen maksimale mes tjerash për të zgjidhur çështje që do të nënkuptojnë hapjen e negociatave për antarësim dhe afrimin e Maqedonisë drejt BE-s.